Ky podcast është prodhim I Onovos. Sot në podcast kam të ftuar një personazh që pothuajse ndjekim për ditë. Çdo ditë në prime time nga e hëna në të premte në Euronews Albania. Në fakt sot do të flasim vetëm për pjesën profesionale të saj, por pikërisht mes balancës që ajo krijon mes asaj që shfaqet dhe asaj që ndjen, mes realitetit dhe imazhit që ajo ka krijuar ndër vite. Me mua sot në podcast është Erla Mahilli, me nau nga nau kalon në për vete. Mirë se na nga nau në për vete, nga e hëna në të enjte. Nga e hëna në të enjte. Mos ma shtodhi një ditë se shqyqyra më duket gabim, duket se të dëgjon ta taksa për sezon në ashëm. Jo. Atë të premten e kam për veten. Ditën e premte me zi e pres që të dalë dhe t'ja dedikoj vetes. Se nga e hëna në të enjte nuk i kam shumë të limituara këto orare. Domethënë e premtja është dita që ti. Dita ime, premtja është dita ime. Dhe pastaj fundjavë dedikohoj familjes? Patjetër që familjes. Patjetër që familja, edhe vetes, për fundjavë. Po zakonisht lëvizim në fundjavë. Punën vazhdoj e bëj, se vjen e hëna tjetër edhe prap ti do të punosh të dirën paraprakisht në mënyrë që të ndoshta edhe që të shtunën. Po. Nuk e lë dot për ditën e fundit, por gjithsesi ato të premten e kam ekskluzivisht për veten. Dhe më pëlqen shumë që do flasësh për veten në një ditë që themi ndonjëherë ajo e premtja e thënë edhe xhumaja jot. Po fiks. E xhumaja e Erlës që vërtet besoj se është e vlefshme. Si e nisi ditën e pushimit? Ditën e premtet, pushimit. Po varet nëse e kam ditë që shkoj në pilates, mund të hiki të bëj një masazh, I bëj rregullisht masazhet, në një trajtim që mund të kem lënë një orar, manikyr, pedikyr, pastaj fillon kafja, dreka me shoqe ose me ndonjë kolege, që zgjas deri vonë. Mund dalë dhe në një darkë, po janë më të rralla daljet, sigurisht, se preferoj të rri më shumë me fëmijët gjatë fundjavës se sa. Po kjo është. Këtë quaj unë të premten time, nuk është të bëj ndonjë çudit madhe. Si ka që ke lirinë po ja dedikoj vetes. Zgjedhja e për të bërë veprimin që do dhe kohën e lirë që ti e në dispozicion vetes tënde. Sa e vështirë ka qenë për ty për të krijuar një identitet e cili ka lidhje me pjesën e publike, për ta mbajtur këtë identitet, se normalisht është momenti që ti e merr, e krijon këtë identitet, është më e vështirë mbajtja mendoj se sa krijimi I gjës. Dgjoj, në fillim ka qenë pak e vështirë kur unë nisa këtë profesion të ri le të themi, pra që drejtoja një emision në prime time, një emision politike dhe të aktualitetit, sepse njerëzit kishin një paragjykim karshimeje, duke qenë se unë kisha punuar shumë vite me Sali Berishën, 12 vjet, që nuk janë pak. Mendonin që unë do isha do anoja nga e djathta, nuk do dija të ruaja ekuilibrat, balancat brenda emisionit tim, ndërkohë që ka rezultuar krejt e kundërta, tani po e lë modestin më njanë dhe mund të them që ja kam dalë në një farë mënyrë, sepse nga të gjithë kontaktet që kam, njerëzit që më dalojnë rrugës, ata që më bëjnë komplimenta apo më kritikojnë, të gjithë ma thonë këtë pikë, që mendonim që do ishe do anoje djathtas, po në fakt jo, je shumë e ekuilibruar. Dhe besoj ja kam dalë, kjo ka qenë sfida kryesore, le të themi në emision, se sfida ka plot, janë edhe të përditshme ato. Unë nuk është se kam staf 4-5 veta edhe ja dalë. 2 veta jemi që e bëjmë emisionin, jam unë edhe është edhe një djalë tjetër që e kam kryeredaktor, megjithëse ka ndruar ndër vite, I ka ndruar disa. Sfida ka përdit, po kryesorja kjo ka qenë, të ruaja balancat dhe ekuilibrat me të ftuarit, që të mos kishin atë paragjykim që kishin në nisje kur unë sapo e fillova emisionin. Mendon që ky ka qenë pika e suksesit të themi, që ti ke arritur të ruash balancën sepse në ato fashë orare që je edhe ti, ka dhe shumë emisione të tjera politike. Jo, nuk mendoj që ka qenë vetëm kjo pika e suksesit, nuk besoj. Unë kam një natyrë tjetër nga moderatorët e tjerë në emisionet e tjera, edhe këtë ma thonë dhe përderisa pothuajse 90% e atyre që takoj ose atyre që më japin përshtypjet e tyre për emisionin, për mënyrën se si unë drejtoj e tjerë, unë kam një natyrë pak më të qetë, pak më të thjeshtë, I lë njerëzit ftuarit flasin, pra nuk jam agresive, nuk I ushtroj në një lloj presioni, pyetjet ja bëj, pa diskutime, po kam një natyrë krejt tjetër, që është e imja karakteristike. Dhe një gjë tjetër që kam, që këtë e di dhe vetë që e kam, s'ka nevojë të ma thonë të tjerët, unë nuk impostohem. Pra nuk më shef ndryshe në jetën e përditshme, pra ndryshe në takim dhe ndryshe në emision. Kim postohem, jam po e njëjta, pra kam një naturalitet timi që e kam ruajtur, nuk jam përpjekur që
të marrë një hije tjetër kur drejtoj emisionin. Një fitim tjetër i gjithë suksesit tënd është përveç se menaxhimit shumë të mirë të gjithë pjesës mënyrës se si ti menaxhon kohën televizive duke dhënë secilit hapësirën e dur, është dhe prezenca jote në ekran në lidhje edhe me paraqitjen, se besoj se edhe kjo është një pikë e rëndësishme e një moderatori i cili duhet ruaj dhe aparencën, duhet ruaj balancën ndërmjet politikës, aty flitet normalisht lufta më e madhe është temat janë të forta, të zjarta, janë të zjarta, dashur pa dashur. Shkojnë nga politika, te arrestimet, te spaku, te lufta, të ndryshme. Socialet më pak, po normalisht ka. Figura jote është shumë e pastër, domethënë mendoj që po të them një sekret ty për shkak se ti thua figura jote është shumë e pastër. Ndoshta se kam thënë ndonjëherë këto se s'ka rënë rasti, se unë edhe daljet i kam disi të rralla. Unë krijem vetë në shtëpi, lyem vetë në shtëpi. Nuk bëj asgjë te grimi për shembull i Euronewsit. Po edhe nëse kam shkuar e ftuar diku tjetër, unë dal nga shtëpia dhe shkoj gati edhe sot. Jam lyer në shtëpi. Në fakt nuk e nevojë shumë. Jam krehur në shtëpi, nuk kam nevojë. Pikërisht kjo është. Ne edhe imazhin, dritat i kemi të mira, kamerat janë cilësore, po dhe unë s'kam shumë nevojë. Jam errët, zeshkane, edhe besoj që sa më shumë të trukohem, aq më keq do dukesha, mendoj. Plus që kam këtë mendimin që një moderator i besoj dorës time, e di pse se më duket sikur tjetërsohem po të më rregulloj dikush tjetër. Pra e kam shumë nevojshme të ndihem vetvetja. Dhe këtë e bëj vetëm duke u lyer vet. Edhe nëse nuk jam perfekte, nuk ka problem. Të gjithë konglomeratin e suksesit tënd. E para balanca që ke ruajtur. Nuk e di, e besoj që nuk kam. Fakti që je vetvetja që në momentin e parë që edhe kohën televizive që jep secilit në mënyrën e duhur, se dhe ajo është shumë e rëndësishme kur ke të ftuarit në panele, duhet t'i japësh kohën secilit. Patjetër, pra nuk kam këtë tendencën që të nxis sherrin, që ti shty drejt sherrit, drejt përplasjes, nuk e kam. Edhe kur ndodh në një sherr, unë e kaloj krejt natyrshëm, pra nuk e nxis. Nuk e di, kështu jam, nuk e di a bëj mirë, a bëj keq, po njerëzit paktën lidhen tek nau, dëgjojnë dhe të paktën kuptojnë disa teza nga të ftuarit, e dëgjojnë mendimin e tyre, pra nuk i ndërpres mbas dy fjalish që ata thonë. Pra i lë ta përfundojnë tezën që kanë. Lufton ti për ato klikime si gjithë tjerët? Po të them drejtën, nuk e mohoj që na është futur pak ky krimbi i klikimeve. Problem është në fakt, sepse jo vetëm çmendurit bëjnë klikime këtu në këtë vend. Po duhet bësh edhe një skandal që të marrësh audiencën tënde. Po duhet bësh një skandal, duhet bësh tituj bombastik. Unë nuk jam sepse e prish cilësinë e emisionit, mendoj unë. Edhe të ftuarit nuk është se mërziten nëse shohin tituj që t'ju vendos tituj që s'kan lidhje me atë që ata kanë thënë. Kështu që përpiqem të ruaj një ekuilibër, i dua klikimet, nuk është se nuk i dua, që t'jem e sinqert, po jo çdo gjë matet me klikime. Dhe në një ditët që gazeteria vërtet kërkon një cilësi, kërkon një vërtetësi të informacionit që vjen, patjetër që nuk është kjo parimi kryesor. Jo, nuk udhiqem nga ky parim kryesor. Parimi kryesor është që të sjellësh një lajm të vërtetë, të bësh tema vërtet që njerëzit të kenë interes për të ndjekur dhe të vinë të ftuar cilësor, kualitativ. Për atë luftojmë ose shumë. Pra gjatë ditës sfida ime më e madhe është që panelin ta kem cilësor, të mos bie në nivel të marrë njerëz. Pra, domethënë kjo është sfida më e madhe gjatë ditës që ne kemi. Të ka thënë ndonjë i ftuar jo deri në tani? Thonë si jo, patjetër. Për arsye jo se mund të jenë diku tjetër, të ftuar diku tjetër, mund të mos jenë këtu. Po ka edhe të ftuar nga ata që janë të vështirë, që nuk vinë. Edhe ka ndodhur, nuk them që s'ka ndodhur. Ti kthehemi edhe një herë pjesës së parë të karrierës tënde që përmende me doktoren që e njohim gjithë. E pashmangshme kjo, e di unë këtë. Për shkak të se sa të pëlqen dhe të njohin si vërtet figura mbas PD-s. Jo, e diti që s'më njohin më ashtu mua. Kjo është gjë e mirë, sepse ti ke arritur në një fazë tjetër. Jo, është e vërtet. Për shembull, më ndalojnë njerëz në rrugë ose i dëgjojnë ndonjëherë kur unë kaloj dhe komentojnë njëri me tjetrin dhe thonë Erla gazetarja. Nuk më thonë më Erla vajza e Berishës, vajza në thonjza, kuptohet. Pra Erla gazetarja. Kam përshtypjen që ja kam dalë që ta lë mbrapa atë pjesë tjetës time. Sigurisht nuk jam absolutisht pamohueshme, janë 12 vjet. Çfarë kam mësuar? Besoj se kjo pyetje është bërë, nuk është besoj se kam shkollë më vete. E kam thënë që është si të kem bërë një universitet të dytë.
në krah të Sali Berishës. Plus që kanë qenë vite kur Berisha dhe Partia Demokratike ishin pushtet, unë isha dhe zëdhënëse partie, pastaj u bëra zëdhënëse e tij si kryeministër dhe këshilltare për mediat. Kam mësuar pafund, kam qenë pak e re, që t'jem e sinqert, pra nëse do isha si që jam tani, që jam më e pjekur, di më shumë, kuptoj më shumë, do ta kisha jetuar ndryshe atë periudhë. Sepse kam hyrë, kam dalë nga kancelarit më të madhe, më të mëdha të botës, në takime me kryeministra, me lidera shteti, summit NATO, summit OKB, po kam qenë pak më e re. Po t'isha sot, për shembull, do ta kisha shfrytzuar shumë më tepër atë periudhë. Kam përshtypjen. I mbaj. Si i mbaj. Patjetër. Mbaj mend që përveç hyrjes tënde në ekran, në atë moment ka qenë dhe Grita Duma. Po erdhi pas meje. Domethënë ka qenë një periudhë që disa figura politike që ishin mësuar, që i shikonim në pozicione të tjera, si zëdhënës, si shteti, këshilltare, sot ishin pjesa e ekranit dhe u bë si trend në atë moment. Ashtu që janë gjithë podcastet e sotme që po bëhen. Ka shumë, në fakt. Nuk e dia do ju hyj dhe unë në pjesë. Po ka shumë, ka kaq shumë, sa që mendoj ndonjëherë që po e bëra këtë gjë, duhet sjell një format krejt ndryshe, duhet sjell diçka të ndryshe për të mos u bërë ngjashme me të tjerët. Dhe është e vërtetë se janë bërë shumë, po ndoshta edhe këtu do të ketë një formalitet të mundshëm të të gjithë. Jo, janë bërë shumë edhe personazhet janë pak, në kuptimin janë po të njëjtët që xhirojnë. Dhe ka dhe diçka që e mendoj ndonjëherë. Për shembull, ndjek shumë televizionin italian, se edhe kam studiuar atje, kam një pjesë të familjes atje dhe jam ende e lidhur. Dhe ke parasysh është një gazetare, Francesca Fanagni, ajo bën një emision që quhet Le Belve, Bishat. Dhe është, po themi si një lloj podcasti, edhe pse shfaqet në ekran, rreth 48 minuta, 50, një orë, me një të ftuar, me një personazh të famshëm. Dhe ata flasin, mirë po, italianët paktën, ose ato personazhe që ajo interviston, janë shumë mendje hapur. Pra flasin për çdo gjë, flasin për seksin, për perversitetet, për raportet me drogën, për divorcet, po flasin pa komplekse fare. Që këtu e ke pak të vështirë që shqiptarët, jemi një shoqëri më e vogël, është shumë e vështirë që shqiptarët ta hapen dhe të rrëfejnë ty çështje të tilla që janë ende tabu. Sensitive, tabu. Tabu, pra. Që ka menopauza. Të rralla kanë qenë biseda ato që pranojnë menopauzën. Dhe kanë thënë problematika që më të shpesh do grua në ato fazë të jetës. Imagjino, domethënë atje po flasim për një fazë që besoj se nuk është turp në ta thuash që jam menopauzë. Absolutisht jo, po imagjino për menopauzën, imagjino varësinë nga droga apo marrëdhëniet me drogën apo perversitetet, se di, ose marrëdhëniet me të njëjtin seks, janë tabu këtu në Shqipëri. Pra, bisedat janë pak të kornizuara me të ftuarit, zor se të hapen plotësisht që do të thonë gjëra wow. Ka të bëjë shumë dhe ai që drejton mendojmë, po domethënë suksesi i një podcasti është i ftuari mendojmë. Patjetër. Është tema që ti zgjidh për të patjetër, po dhe mënyra se ti bashkëbiseduesi. Kritikën si e pret? Shumë mirë. Jam super e hapur për kritika. Kurrë nuk kam patur problem me kritikat, madje përkundrazi. Nga kritikat që kam marrë, kam mësuar dhe jam përpjekur që t'i rregulloj ato defekte që kam patur. Personazhet për shembull të cilët i ke ftuar dhe do kisha kënaqësi të rikthehje përsëri në studio. Ti riktheh, shumica janë rikthyer. Po, shumica janë rikthyer. Aty xhirojnë të gjithë. Po për shembull, një që s'ka si të rikthehet më, fjala bie, kam patur Yuri Kim, ish ambasadore amerikane. Edhe ajo ka qenë një super intervistë në gjykimin tim. Do doja ta riktheja, po. S'është më këtu. Kurse të tjerët janë rikthyer. Vetë Berisha çfarë ka thënë kur mori vesh që ti do futesh në gazetari? Po isha ende te zyreti kur më erdhi ky propozim. Edhe po themi ishte një ndër të parët që ja thash, pa diskutim. Pra përveç bashkëshortit dhe shoqes time të ngushtë, i treti ishte Berisha. E miratoj, po. E miratoj absolutisht. Mendoj që ti kishe bërë ciklin tënd. E kisha mbyllur ciklin, që t'jem e sinqert, pra unë kam qëndruar me të jo të plota, po pothuajse 8 vitet e tij në opozit. Dhe kisha menduar që do mbylleshin dhe zgjedhjet në prill, mos gabojishin zgjedhjet dhe unë do largohesha. Pra e kisha ndarë mendjen dhe vetë në një farë mënyrë, pavarësisht se ky propozimi për emisionin më erdhi si një rufej në qelë të hapur, se nuk e prisja në ato momente, por ciklin unë vetë e kisha mbyllur. Pra nuk kisha çmerrja më atje nga Berisha dhe nga ajo punë.
Çfarë do të bëj tjetër në ekran? Për shembull, në një program tjetër, i cili nuk ka lidhje me politikën, e sheh vetëm? Apo do ta mbash patjetër politikën të lidhur? Mund ta bëj, çfarë do gjë tjetër mund ta bëj, se jam njëri që punoj, pra mund ta bëj, po politika më pëlqen se e kuptoj. E kuptoj, i njoh, i di prapas skenat. Edhe atë e kam pikën time të fortë, pra faktin që e kuptoj. E lëm të pjesë tani dhe fillojmë të flasim për mamin e çunave. Dy çunat e mi që po rriten. Sa janë sot? 11 vjeç, edhe tjetri që është më i vogël bën 8 vjeç në gusht. I keni fazë po rriten? Po rriten, po. Ai madhi duket sikur po hyn në adoleshencë, se këta të rinjtë e sotëm ndoshta hyn pak më herët se sa ne dikur. Si është marrëdhënia me ta? Qa mami je në përgjithësi, jam kurioze? Nëse jam kritike, thua, po jam... tolerante si natyrë? Tolerante. Tolerante jam. Tolerante bëj ndonjëherë sikur bërtas, ose po nuk është se ma var njëri, se përgjithsisht jam tolerante. Përpiqem shumë që thash fundjava të ri me ta, si gjatë javës e kam thuajse të pamundur, sepse unë largoha mike nga shtëpia. Ti e ke orar darke normale? E kam orar darke dhe kur kthehem unë ata i gjejnë në gjumë. Ndaj dhe fundjavat preferoj të rri me ta. Nuk jam nga këto mamat, të paktën s'më ka kapur ky trendi, kjo moda që marr filipineze dado dhe preferoj t'i lë me ta, apo t'i marr filipinezet me vete kur shkoj me pushime, kjo më duket çmenduri, se pushimet janë për t'i konsumuar me fëmijët, jo të kesh edhe një dado me vete nga mbrapa, preferoj të rri me ta. Sepse mendoj që është shumë e nevojshme që prindit konsumoj kohën e duhur me fëmijën, sepse mund vi një ditë, qofse ti nuk je e vëmendshme gjatë problemeve që ata kanë, gjatë fazës së tyre të rritjeve, vjen një moment që do të kthehet kundër. Pra nëse ti në një të ardhme do shohësh diçka që nuk shkon dhe do tentosh t'i flasësh fëmijës, ai mund të kthehet dhe të thotë po ku ishe ti dje, kur unë kisha nevojë. Kështu që mendoj që është domosdoshme dhe koha gjehet koha për fëmijët, gjehet koha dhe për veten. Mund t'ja dalësh, ta gjesh kohën për të gjitha. Po, mund të kesh një balancë. I malli besoj e ka kuptuar që mami vetë është, besoj se të dy e kanë kuptuar. E dinjojnë, e din që mami... Të dy e kanë kuptuar. Kanë ardhur ndonjëherë nga shkolla me këtë denoma? Po, jo, vinë, edhe kanë ardhur në studio, i kam marrë 1-2 herë, që s'kam patur me këtë lë, i kam marrë me vete dhe kanë ndetur aty. I shohin dhe ato këto klikimet, se janë brez TikToku, brez Instagrami, biles një ditë, pëse që pa një video në TikTok dhe më tha mua, mash, sa klikime pas ka kjo video, kishte shumë në fakt, po s'janë të tuat, më tha mua, më duket janë të Ylli Manjanit, se ishte Manjani i ftuar. I thash po bashkë kemi, bashkë ndajmë dhe klikime. Gjithë pronësin tonë aty në kohën televizive, kështu që... Po në lidhe me ushimin, sa kujdeshme je, se përpara ekranit patjetër të duhet që të mbash edhe një... Këtu jo, këtu e kam pikë. Me ushimin unë vetë, me ushimin shumë e kujdeshme jam. Ja? Jam, e kujdeshme jam. Nuk mbaj dieta, s'kam mbajtur kurrë ndonjë dietë, po jam e kujdeshme, jam vetë, po pjesën tjetër e bën geni, që t'jem shumë e sinqert me ty. Pra është çështje geni. Po, patjetër. Nuk, do të thënë, unë jam e kujdesshme, po nuk jam në ekstrem që të mos haj, që të kujdesem të mas kalorit se çfarë po haj. Nga këto trendet e zakonshme që dëgjojmë me Ozempike me këtë besoj. S'kam nevojë, s'kam patur asnjëherë nevojë. Nuk kam patur asnjëherë nevojë. Dëgjoj, personazhe që nuk kanë pas kurrë nevojë dhe përsëri atë që po na kanë shpuar për to. E di, dëgjoj, unë kam dëgjuar raste me këto. Dëgjoj, kam njerëz që njoh për shembull dhe e fillojnë Ozempikun ose Mounjaron apo që është e fundit, më trendi më i ri. Trendi më i ri, po. E fillojnë 3 muaj para verës që t'jem gati për në verë. Kjo më duket pak çmenduri që t'jem e sinqert. Njeriu duhet të krijojë një stil jetese, pra të mundohet haj shëndetshëm, nuk janë zgjidhje. Për ata ndoshta që kanë probleme të caktuara që Ozempiku i kuron, siç është diabeti, pa diskutim, po, pse jo? Po, absolutisht po. Nuk është zgjidhje se në momentin që ti e lë, i rimer prap, i kthen përsëri ato kilet që ke humbur. Lufta bëhet vetëm për atë dërmiun e famshëm. Për dërmiun, po. Për dërmiun e famshëm dhe për ekzibicionin e radhës që duhet të dalin. Është një rrjetet sociale kanë shkaktuar. Si e shikon të marrëdhënia me rrjetet sociale? Domethënë kjo dukja, kjo shfaqje e vazhdueshme. Është shumë fake, është e gjitha shumë fake, mendoj unë. Por që çmenduri është dhe kam përshtypjen që do vi një moment që do plasi ky fejku i madh në këto rrjetet sociale, kjo tendenca për ta treguar vanitetin, luksin, edhe kurse ke. Nuk e di, ka prishur edhe brezat e rinj, sepse luftojnë për të kapur
për t'i gapur gjërat sa më lehtë, pra pa punuar vetë, se dikush që punon nuk shpenzon dot ashtu si shpenzojnë ato që ti shef në rrjetet sociale në mosha aq të re, është thuajse e pamundur. Në moshën 20 vjeçare që kemi luks të jashtëzakonshëm. Luksi i jashtëzakonshëm dhe është krim që ti shpenzosh parat, edhe nëse i kanë të tyret, për lecka në fund të ditës. Njeriu punon duke menduar të ardhmen, çfarë do ndodhi, ngre një biznes, i investon diku, po lecka zhvlerësohen. Nuk sot është moda del një çantë, po themi, pas 2 muajsh del një tjetër, po çfarë kuptimi ka pastaj e gjitha. S'e di. Si problemi janë këto. Me këtë pjesën e shoppingut. Se mund të dukem pak para historike unë, prehistorike me këto mendimet e mia, po ndoshta mosha më ka bërë që ti shoh. Dhe i mendon që gjërat më ndryshe, ai mos saktuar dhe kalkulon më qartë gjithë gjërat. Ka pse të hidhet tek i pari shopping i radhës. Patjetër. Si e kam unë marrëdhënie me shoppingun? E kam qef, të them të drejtën, e kam si një moment relaksi shoppingun. Më duket sikur edhe ajo është pjesë e dedikimit të vetes. Të bën ti për veten tënde, po. Po, por nuk abuzoj në mënyrë të madhe pra me shoppingun, por që kam qef. Shkoj në Itali, shumicën e shpenzimeve i bëj atje, e njoh Italinë sa aty kam studiuar, ja di outletet, ja di gjitha këto rrugicat ku të shkoj edhe përfiton në sensin e mirë, domethënë që patjetër që nuk është një blerje momentale, por është që ke menduar. Jo, dhe duke qenë se unë jam natyrë klasike, pra nuk është se ndjek tendencat e fundit detyrimisht, jam klasike, nuk kam probleme, pra nuk është se shkoj dhe të blej patjetër atë gjën që sapo ka dalë në dyqan. Nga e hëna në të ende bën planifikimin e garderobës së veshjes apo je momentale? Janë të gjitha rrobat e mia, edhe. Janë të gjitha. Po. Kam vetëm një fat të mirë që trupi nuk më ka ndryshuar fare dhe të njëjtat veshje dhe kostume që sigurisht unë i kam bler të mira që kur kam qenë në kryeministri, besoj që kam ende veshje të 13 viteve më përpara, të cilat janë të mira, janë veshje dhe unë i vesh akoma. Se nuk i kam konsumuar, ato rrinë dollap. Po një herë, 2 herë do vishën. Po një herë, 2 herë do vishën dhe unë vazhdoj i vesh sot e kësaj dite. S'ka gjë më të mirë vallaj që të t'i rikthesh dhe t'i rikthesh. Dhe riciklosh sepse ti e vesh ndryshe atë. Ashtu bëj. I ricikloj dhe i vesh ndryshe. I kombinoj ndryshe në mënyrë që të mos ngjajnë njësoj. Gjatë kësaj periudhe ka ardhur ndonjë mundësi bashkëpunimi me ndonjë? Po më kanë ardhur. Thënë po apo i ka thënë jo për arsye? Dëgjoj. Jo, nuk i kam thënë jo, nuk është se ja kam mbyllur derën, por kam një problem që unë nuk dua të dal nga stili im. Pra nuk pranoj dot të vesh çdo gjë që mund të ma ofrojnë. Më kupton, dhe një gjë që një kostum që më pëlqen shkoj dhe e blej, dhe e kam në garderob. Plus që unë duke qenë që jam pak e shkurtër, do më duhet të ndërhy në kostume. Do më duhet të shkurtoj pantalonin dhe prandaj e kam të vështirë që të pranoj të bëj bashkëpunime për veshje. Normale, sepse do që të kesh një statur tënde. Po pra, kam një statur time edhe një veshje time dhe nuk dal nga ajo kornizë dhe kam pak të vështirë që të bëj marrëveshje me çfarë do lloj dyqani. Po nuk është. Përmendë pjesën e Italisë që besoj se është pjesa më e rëndësishme në kuptimin e jetës. Po, më ka ndikuar shumë ajo. Më ka ndikuar shumë dhe për fat të mirë që shkova atje. Edhe për të parë disa modele të bukura televizive siç kemi pasur ne atëherë Ambra Jolinin, Unone Laraj. I kam ndjekur shumë. Gocat që besoj se sot atëherë jetoja isha ende e vogël, jetoja në Tiranë, kam qarë shumë madje kur u mbyll emisioni, po i ndiqja çdo mbasdite. Po. Dhe isha madje kam qenë në 8 vjeçare, isha në 8 vjeçare atëherë. Kam qenë imituesja par excellence e Ambrës. Mos sillte me motor nga Italia, ato fundet e shkurtra me pala, mishën e bardhë, gambalet, dhe unë dilja para shkollës imitoja Ambrën. Unë të mbaj mend në fakt në fillimet e tua si zëdhënëse në flok gjata. Po, gjata. Të gjata goxha dhe sot sigur ke marrë një formë tjetër, domethënë ndryshimi. Po dhe nuk i zgjas më. Pse? Se më duket sikur më tregojnë pak më të re, më tregojnë pak edhe më trendy dhe nuk i mbaj dot më ato. Se të thash, unë krihem vet, lyhem vet, flokun e gjatë fillova nuk e mbaja dot më. Po, do dhe pak kurse me këtë të shkurtrin jam shumë më komode. Ke modele ti, personazhesh televiziv që jo vetëm nga Italia, por edhe njerëz që ty ndonjëherë i shikon thjesht për të marrë edhe një indicie për krijuar një frymëzim brenda vetes. Jo, nga Shqipëria ndonjë model nuk kam, them drejtën, po e kam ndjekur dhe vazhdoj shumë e ndjeka Mampurin, për shembull. Edhe përpiqem të jem ai model.
le të themi. Ajo është më e madhe pa diskutim, për tjetër nivel, s'po themi, po këto, më tepër nga ekranet e huaja i kam marrë modelet, këtu nuk kam ndonjë. Shikon konkurrencën për ditë, në sensin që kur hap në mëngjes atë Instagram, i shoh të gjitha ato scrollet neve. Edhe kur mbaroj emisionin tim, po edhe gjatë kohës që unë jam live, unë i hap edhe i shoh në YouTube, se s'kam ku t'i shoh tjetër, i shoh në YouTube çfarë po bëjnë, çfarë ftuar i shkan, temat, a jemi njësoj, si jemi njësoj, i shoh për ditë këta. Më përmend tek këtë pjesën e trajtimeve, çfarë pëlqen më shumë të bësh gjatë asaj të premteve tënde të bekuar? Dëgjoj, nuk bëj shumë trajtime, nuk abuzoj shumë me trajtimet, të drejtën, ta thash masazhin, bëj skin boostera, bëj edhe disa lazere i kam provuar, po dëgjoj, unë i provoj dhe pastaj heq dorë. Nga këto lloj trajtimesh. E di pse heq dorë, sepse ka disa lazera, të cilat janë sigurisht teknologjia e fundit, ne nuk ja dim mende efektet e plota që ato kanë. Janë pak a shumë si puna Ozempikut, që ti nuk i di efektet anësore. Por çfarë kanë vënë? Që të heqin pak teksturën e lëkurës. Pra, mua më pëlqen t'i kem mollzat siç i kam, pra jo të kurrem, nuk e kam të nevojshme, as të heq mas në lëkurën time. Më kupton, dhe kam hequr dorë nga këto lazera, dhe pse i kam provuar edhe unë, dhe bëj trajtime minimaliste, më shumë mirëmbajtje. Pra nuk dua të bëj trajtime nga ato që pastaj dhe të tjetërsojnë, të më bëjnë të dukem një njeri tjetër apo e ngjashme me shumicën e njerëzve që janë në treg. Më kujtoj një personazh në që kemi pasur përpara që përmendi pikërisht Filipinezët edhe faktin se sa ajo i kam të punësuara, dhe po thoshte një ditë që Filipinezja më tha që erdhi ajo, tha, po ishte më ngjallë që shumë do të jenë kushërira. Thash, jo, nuk janë kushërira, janë të bëra të gjitha nga njëti doktor. Po sa aty shkon, dëgjoj, ato po i fillove, është një cikël që nuk del dot më kurrë, sepse ti bën një rregullim, pastaj fillon shef tek vetja një defekt tjetër, po ta rregulloj edhe këtë. Dhe është një cikël që po nuk i the stop mendjes ti dhe po nuk shkove te estetisti dur që të thotë dhe ai stop, se dhe ajo ka të bëjë. Janë hapur dhe shumë estetistë në fakt. Janë pafund. Estetist, dentista. Është një industri që po zhvillohet ditëlidhës. Po është një treg i pa kontrolluar. Është i pa kontrolluar. Këtu trajtime bëjnë edhe në parukeri, pra ti nuk e kupton fare çfarë fut në trup, sa fut në trup. Domethënë është problem. Unë nuk e kam ndruar atë estetisten time, më të kam bërë në një eksperiment, një devijim të vogël, po kam një estetiste që u bëra shumë vite që shkoj tek ajo, dhe është nga ato që të thotë, jo, këtë nuk ta bëj, nuk stop. Jemi mirë me skin booster për momentin. Dalemi tani tek bashorti, nuk e prekëm fare, po besoj se do të jetë mbështetja jote më e madhe. Në një punë të tillë kaq intensive sa që ke ti, jam e sigurt që do të jetë mbështetja kryesore në raportin që krijoni. Po më mbështet, patjetër që më mbështet. E kam merret, edhe ai merret shumë me fëmijët. Ne kemi ndarë detyra deri. E kemi ndarë, po. Merret goxha me fëmijët, me detyrat që kam për të bërë mbasdite, unë kam thuajse të pamundur që ti ndjek ata. Edhe apo në kurse që mund të janë. Jo, si kemi çuar në kurse. Pse? Nuk i kemi çuar në kurse, ata i bëjnë mësimet në shkollë, pra rinë edhe after school në shkollë dhe pjesën tjetër në shtëpi. Tani të drejtën, për momentin nuk më duket që t'jetë e nevojshme. Dhe nuk e kuptoj edhe këtë tendencën tjetër, edhe kjo më duket pak e pakonceptueshme. Këtu ka shkolla, jo të larta, po flas deri në nivel gjimnazi, janë shumë të shtrenjta për nivelin e Shqipërisë. Po flasim për shkolla që mund shkojnë deri 20.000 euro në vit, gjë që nuk e kam parë në vende tjera të botës, të jem e sinqert. Tani të paguash kaq lek, unë nuk i çoj në shkolla që paguajnë kaq lek, po të paguash kaq lek, ti çosh edhe në kurse, e shoh të pa kuptim. Më kupton, domethënë për çfarë i çon në shkollë nëse detyrohesh të paguash lek ekstra edhe për shkollën. Për momentin nuk e shoh të nevojshme. Matematikë janë mirë, në gjuhë janë mirë. Nuk e di në një të ardhme nëse do jetë e nevojshme për t'i çuar në një kurs privat, por futbollin shkojnë, ky është kursi i vetëm që s'ka lidhje me mësimet, futbollin e duan. Aktivitet fizik, është besoj se nevojshëm. Jam përpjekur shumë që t'i them, po të shkojmë në not apo të shkojmë në një sport tjetër, po duam vetëm futbollin, janë fiksuar pas futbollit, nuk kam çfarë. Çuna. Edhe aty i çoni jatit. Po ti je në një tifoze në një skuadre? Jo, shumë. Jo, me Italinë kam qenë tërë jetën.
Italia dhe është vazhdoja me Italinë. Pra motivi yt. edhe nëse do kisha Shqipërinë në botror dhe Italinë, bashkë të dyja si janë, Po. këtë herë, nuk e di për këtë do bëja tifo më shumë, që t'jem me sinqert. E di se dhe iko doli. Doli dhe Italia, doli dhe Shqipëria. Shohin tatuazh në këmbë. Po, e kam bërë kur isha studente në Itali. Po. Kur isha studente, mbaj mend që i lajmërova prindrit në telefon pasi e bëra dhe i thash do bëj një tatuazh, të cilët më kritikuan, po pse do ta pikturosh trupin, një në vete, unë ndërkohë e kisha bërë, ndërkaq. Kam patur momente që Si ke qenë ti si adoleshente? Kam Rebele dashur- apo kështu vajzë jo, perbene? rebele kam qenë. Rebele. Rebele, se na kapi ajo periudha e 97-s, 96-a, 97-a, lini morte mësimit, jo, rebele kam qenë. Rebele kam qenë. Po. Thua rebele, po e thua me shumë kënaqësi. Po me kënaqësi. Ndihesh di qa? krenare për këtë pjesë. Jo, di qa, them drejtën në atë fazë të jetës, kur isha adoleshente, i kam kaluar disa gjëra, i kam jetuar disa gjëra, të cilat sot nuk më tundojnë më. Nuk i Është shoh mirë që më. njeriu t'i kaloj me Dhe unë faza mendoj që caktuara. njeriu duhet i kaloj, duhet i përjetoj disa gjëra në faza të caktuara. Se po ti bëja tani, në këtë moshë që jam, do quheshin gabime. Atëherë jo. Po si shoqe, si e tjerla? Ke shoqe ndan do të konti? E ndaj, kam disa shoqe të cilat i kam prej shumë vitesh, edhe vazhdoj mbaj po të njëjtat. Se kjo bota e televizionit, e ekranit, apo bota e famës, në thonjza po themi, është pak e vështirë që të ndërtosh marrëdhënie të qëndrueshme, të sinqerta me njerëzit. Kështu që unë vazhdoj rrit tek ajo shoqëria Tek shoqëria ime e dikurshme, vjetër që pa. ti e ke krijuar. Pa. Marrëdhëniet i kam të mira me të gjithë. Jam natyrë e qetë, bëj shumë për njerëzit, madje bëj më shumë për njerëzit sa për veten. Them drejtën. Ndoshta edhe nuk e meritojnë disa, po unë kështu jam, më pëlqen të jem kështu. Dhe bën shumë mirë në fakt. Shqyqysh që ka njerëz më që vërtet duan t'japin ende. Jo, edhe dakor. për të tjerët. Po, ndonjëherë pastaj e shoh që nuk marr mbrapsht aq sa unë jap Po. për të tjerët. Kjo pastaj më bën të ndihem keq, po më kalon. Po unë ndihem mirë kur i gjendem njerëzve, kur i ndihmoj dhe përpiqem vërtet. E kam bërë dikur e bëj dhe tani. Jetës? Ke ndonjë peng? Pengje? Apo nuk besoj se ke. Jo, nuk kam pengje. Tani që po e mendoj që po më pyet ti, jo. Nuk kam ndonjë peng. Jo. Edhe ndonjë gjë që mund ta kem bërë gabim, prap nuk jam peng, se kam mësuar prej. Si e shikon Për vetëm këtyre pas sa momenteve. vitesh ti? Pas disa Përsëri tek vitesh. nau? Po për momentin më pëlqen ajo që po bëj. U bë viti i 5, Po. edhe emisioni mendoj që është konsoliduar dhe nuk është e lehtë, nuk e shoh si një gjë tranzitore, pra që e bëra, e çova deri këtu dhe tani ta lë, do më vinte keq ta lija. Nuk kam ndonjë plan tjetër afatgjat, pra nuk synoj, po themi, politikën ose të kem ndonjë ambicie më të madhe. Për momentin televizionin pëlqen, kjo që po bëjmë pëlqen. Pastaj, se di çfarë do sjellë jeta. Në lidhje me revistën, kanë ngjerur peng që nuk kanë bërë kopertinë. Gjithë karrierën time me revistat, ka qenë një moment që kam dashur të merja për kopertinë. Normalisht kisha ideu dhe konceptin editorial të gjës. Po pse se kështu bëre? që do kemi mundësira të tjera. Nuk Okej. edhe kushtet në fakt për të realizuar tamam, por do kemi mundësi. Ti si shikon vetëm nëse do ishte në kopertinë? Çfarë do të pëlqente të shfaqeshe dhe ndoshta të shikonin njerëzit, jo ato herën që janë mësuar ta shohin për dita, pothuajse? Jo, nuk do doja të dilja si zyrtare me kostum, do doja të eksperimentoja me diçka pa dalë shumë nga natyra ime, Sigur. dakor, se dhe atë se bëj dot, nuk jam showgirl, po gjithsesi do më pëlqente të eksperimentoja të edhe i kam ruajtur në këto rrjetet sociale, në Instagram, disa foto, kopertinat, personazheve të njohur, siç është Penelope Cruz, s'mbaj mend kë kam ruajtur tjetër që më kam pëlqyer si modele fotosh ose kopertinash. Edhe i kam në mendje, po do doja të eksperimentoja me diçka, pra të dilja pak E nga lejon veten të eksperimentoj dikush, për shembull një fashion editor apo një njeri që merret stilist me ty. Po, kam bërë një herë, po kanë kaluar shumë vite. Po flas, ishte viti 2013 dhe ai sapo kishte filluar këtë pasionin me fotografinë dhe të bënte fotografi, ishte Armand Sallabanda, që unë e kam shumë shok, e kam shumë mik, dhe kemi bërë disa foto që mund të them janë pak ndryshe. I kemi bërë në plazh, shkuam në gjirin e Lalzit, unë jam zbathur, me xhinse, kemi bërë disa foto të bukura atëherë. Merr komente vazhdimisht nga njerëzit?
Marr. Në për mesazhet e Instagramit? Marr për pozitive apo ka dhe nga ata pozitive, ka dhe nga ata që të shajnë, dikush thot ke plot, varet se janë tifoza njerëzit. Sidomos kur ti trajton politikën, njerëzit bëhen tifoza automatikisht. Kush është me Ramën, kur i lexojnë ato që ti thua, i lexojnë sipas tifozlikut të tyre. Po. Marr, po nuk kam asnjë problem, nuk më shqetësojnë fare. Në lidhje me gjithë të reality show që shohim në Shqipëri, në fakt janë dy, njëri mbarohet e tjetri është akoma duke u transmetuar. Po, madje e di ç'bëra një ditë, më dolën se është e pa evitueshme se ti i shef në rrjetet sociale dhe unë jam gjithkohës online për të parë çdo lajm të mundshëm që del. Edhe pash këtë pyetësorin që u kishin bërë këtyre personazheve në reality show. Dhe u të merrova nga përgjigjet, do më thënë të mos dish sa vite ka një shekull, emri Nën Terezës. Horoskopi. Nuk di horoskopi. Një u zgjova në mëngjes, edhe po hanin mëngjesin fëmijët e mi para se të shkonin në shkollë, edhe i ndalova të madhin, edhe i thash, mami, sa vite ka një shekull, sa shenja horoskopi ka, i gjeti që të gjitha. Tash e të mërshme, do me thënë. Fëmija im 11 vjeç. Te modelet dhe ky është problemi që ndron që e gjithë masa pothuajse është kjo. Po ajo pra është, po masa dhe do edukuar. Dëgjoj, media. Dëgjoj, ky është problemi. Media ka dhe detyrë ta edukoj masën. Se nëse ti masës i jep atë që ti do, pra nëse masa do llumin dhe ti i jep llumin, çfarë do presësh? Dhe do shkojë gjithmonë në degradim pastaj kjo histori. Ekrani, televizioni, media ka për detyrë edhe ta edukoj masën, se masa dakord ajo është. Ajo që më vjen keq më është vjet edhe një vip nga mbrapa, që nuk e di se kush janë vipa. Ky është një problem tjetër. Tjetër problem kjo pastaj. Nga ana e programacionit, domethënë më mirë vër atë titull që ke aty për të vënë, mos e shto atë pjesën, se nuk është shtesë e bukur. Sidomos kur nuk din as këto informacionet elementare, është nuk e di. Unë ndjeva shumë keq për veten, nuk do kisha dashur të isha në pozicionin e ndonjërit prej tyre. Asnjëri s'u ndje keq për atyre. Do më vinte shumë turp të vazhdoja dilja në ekran nëse s'do kisha këtë informacion bazë. Janë bot kuptime ndryshme. Ndoshta. Po e di çfarë problemi ka në këtë botën e famës. Një moment shumë i vogël, pra ty mund të duket vetja që ke arritur majat, ke arritur lart, se s'po themi majën, se maja ndoshta s'ka fund, po je ngjitur lart, mjafton një gabim i vogël që ndonjëherë mund mos jetë dhe për fajin tënd, dhe të shket këmba, dhe ty të shkatron komplet, dhe gjithë kjo, gjithë këta njerëzit që të komplimentojnë mbrapa një tableti, mbrapa një ekrani që ti nuk e di kush janë, që janë pjesa më e madhe janë fake, që të thonë sa e bukurie, sa e zgjuarje. Në ato moment kur të ka shkitur këmba, ti numërojnë që të gjitha, një për një. Nuk të lënë gjëmangut. Nuk të lënë gjëmangut. Që njeriu duhet jetë edhe i kujdesshëm dhe të mos guxoj. Unë për shembull, nëse unë ja di limitet vetes time. E di ku mund t'i kem pikat e dobta. Dhe nuk tentoj, nuk kam guximin e budallajit dhe të tentoj të bëj diçka që mund të ma shpërfaqi atë defekt që unë kam. Pra përpiqem të jem e kujdesshme dhe më duket ndonjëherë guximi i disa njerëzve pak i tepërt që... Ndoshta është dhe një gjeneratë e re që po hyn në treg, është gjeneratë e re. Nuk i bën re kaq. Për momentin ata pretendojnë të kapin famën. Se si e kapin, edhe mund të budallën. Edhe sa e mbajnë. Edhe sa e mbajnë. Momentale është. Ja mund të jenë momentale, po pastaj është momentale. Në një kuzhiniere je? Jam. Ditë gatuaj, nuk është se s'ditë gatuaj. Ditë gatuaj, po sigurisht që koha nuk të lë. Koha nuk më lë, që t'jem në sinqert, po për të gatuar ditë. Besoj se Italia ta ka dhënë këtë pjesë. Ma ka dhënë se vetëm jetoja me ti me motor, me motor më e madhe se unë, edhe pothuajse nuk ishte në shtëpi, pjesën më të madhe të kohës gatuaja vetë, po. Ela, unë mendoj që e përfunduam pak a shumë për veten, me gjithë pjesën e erlës, jo vetëm ditën e premte, po gjithë erlën që nga Italia, nga pjesa e zëdhënëses, momentalisht si moderatore, një programi dhe autore, ndërtuese e ti, dhe një nën, bashkëshorte, mendoj që i dam gjitha figurat e tua. Në je në shtëpinë e suplementeve në fakt, ti nuk është se i përdorje shumë, po jam e sigurt që disa gjëra që kanë lidhje për shembull me flokët, është një produkt. Po, me flokët i kam më shumë merak. Gratë gjithmonë kemi rënien sezonale mbas plazhit, Unë e kam patur rënien, ja të falenderoj shumë për këtë suplement. Unë e kam patur rënien dhe për shkak të mungesës hekurit, siç të thash. Pra unë nuk e dija që kisha mungesë hekuri në gjak dhe në depozita dhe kisha rënien e flokëve. Pastaj nga një check-up krejt rutinor bëra analiza dhe aty e kuptova.
Kështu që me rëndin e flokut po. Që ka vlerësime ndërkombëtare. Okej, propolis komplet I ka të gjithë organik dhe unë e kam provuar 2 herë, me thënë drejtën. Në 2 sezone që më kanë rënë. Ka dhe këtu hekur biotin, iron, zinc, selenium. I ke të gjitha aty, kështu që mendoj që do të bëj review në fund. Po, me shumë kënaqësi review. Erla, falenderoj edhe një herë për gjithë bisedë. Edhe për këtë ambientin që ka shumë i bukur, unë nuk e di si del aty në podcast nga filmimet, po kështu live që ka një super ambient. Është akoma i bukur, ne nuk kemi zbuluar ende edhe shumë ambiente të tjera të ambientet ku ne xhirojmë. Mund të kemi podcaste të ndryshme në lidhje me tema të ndryshme, të cilat na ofrojnë edhe vendet që janë tipike. Kështu që të pres përsëri, sepse super vend, po herës tjetër mund bëjmë një gjë më easy. Më easy going, e di pse, sepse do preferoja që në sezonet e tjera të podcastet të kem më shumë të ftuar, ku të kemi dhe jo debate, nuk po pretendoj për debate, po të kemi mundësi të diskutimi dhe parje në këndvështrime të ndryshme të një tematike të caktuar. Dhe madje mund të rrim tek divani Santana, pa këpuc, këm për mbi këm. Mund të jesh edhe bëjmë bisedë të lirshme. Faleminderit edhe një herë. Edhe kënaqësi që të kisha, një pjesë të gjithë intervistës asaj që më kishte munguar, e bëra disi të njoha më mirë, kështu që pres që të bëjmë photoshooting radhës. Kënaqësi që na ndoqët dhe na ndiqni në YouTube në kanalin e Onovës.